ka ikur nga shtëpia, pra vendosi të largoj nga shtëpia, sepse është cikli jetës si tillë. Si keni përjetuar atë moment? Aty kemi pas natën që unë kam vendosur të bashkëtoj fillimisht, pastaj të martohem. Edhe morëm një shtëpi me qira dhe unë bëra gati dhe gjërat e mia. Dhe natën që unë do dilja për të bashkëtuar kam pasur në fakt përplasjen më të madhe me mamin. Si e kujton, pse? Sepse neve nuk e pranonim pa u fejuar, pa u martuar. Kishte këtë problem. Bëhet fjalë e thashë për para viteve 2000. Kur ishte një kohë tjetër. Kur po përveç kësaj, tjetër ajo boslloku në shtëpi. Atë them, si u përjetuaj momentin ndarjes, se ti për sa kohë rrit një dhe ke aty duket sikur gjithmonë do të jetë ashtu. Ajo është një gjë shumë e rëndë. Kur ti ikën fëmija. Ndaç edhe kur martojnë ato kora, po edhe kur ikën tashu. Kur martoje qetësonte veten sepse e kam tashu, kurse kur ikën kështu ne s'ishim mësuar. Nuk e njihja djalin që kjo do të jetonte. Jo, po thot Rudina kur janë martu të treja goca që tani jeni vetëm. Jo, ideja që të detyron duhet ta pranosh edhe kur martohet, nuk ka rëndësi se cila ishte tani jemi të dy vetëm nga shtëpia, po. Të dy vetëm, burë e grua. Kur ikën në fillim e ndjem shumë. Dhe qetësonim njëri tjetrin dhe thoshnim. Po rrimë e grua, donim ti martonim, u rregulluan, vajtë në shtëpi tyre, çfarë ke tani? O, morvaso, si duket kjo shtëpi bosh fare. Dhe mami nuk e ka ndryshuar dhomën tonë. Dhoma e gocave është po njësoj si çka. Ne kemi lënë libra tona atje. Edhe rrobat e tyre të kohës. Dhe her pas here mami na kërcënon, nëse nuk do vini do t'i hedhë. Do t'i hedhë për këto rroba që kemi. Ose hajde merrini, ose do t'i hedhë. Ti shohim edhe një herë fotot vullim që sollëm gjatë kohës. Thjesht për t'i komentuar dhe ta tregoni ku jeni. Tu jemi në Korçë. Ada kishte ditëlindjen 5 vjeç, Adën e ka mbajtur gjyshja në Korçë, që 2 vjeç deri 6 vjeç. Jemi ditën e ditëlindjes time. Ditën e ditëlindjes së Adës kemi shkuar. Tek busti te Mistokliu. Po, atje në Baçë. Këtu jam unë me motrën në të njëjtën ditë. Është aty. Është Anjeta, kjo është e dyta. Vajza e dytë, po. Ka qenë Topolake. Po këtu? Ku jemi në 88. Kishë qenë imshojq në Qeki, një 4 muaj, kanda jemi dhe të veshur. Dhe jemi veshur bukur dhe doni dhe doni. Të dilje jashtetit atë ishte që e madhe, po. Kjo është ditën në 1 janar, ne kishim një zakon, në 1 janar visheshim dhe shkonim nga Xhaxhai për vizit, dhe këtu jemi në Skënderbeu bënim një fotograf. Tek Pallati Kulturës, dallohet, ajo që kemi qenë. Po, Pallati Kulturës, po, mbrapa. Këtu jam unë 18 vjetë. Ditën që kur ka filluar fotografia e diplomës është kjo. Do kishim shumë bukur të kishim mamin 18 dhe Doradën 18 kishim vënë. Kemi një foto të tillë në të 18. Po jo, unë kam thënë gjithmonë nuk më ngjet Ada. Ada i ngjet babi. Nga busqeshja keni njësoj. Jo, ja kam thënë shpesh edhe kjo thotë që mos i thoni mamit që të ngjaj se nuk ngjaj. Aty është fotografia e diplomës. Po? Në pedagogjike, vit fundit, bëm fotografit që e kemi, si se mora diplomën, ta kisha nxjerr. Ja, dhe këtu jemi të vogla. Jemi të vogla. Divani madje nga që te shtëpia e gjyshit ka qenë njësoj, po thoshim jemi te shtëpia e gjyshit apo te shtëpia jo, jemi te shtëpia. Injoj ti divan. Injoj ti divan. Dëgjoj, e di si ishin shtëpit në atë kohë? Uniform. Ishin njësoj. Një komshiu jon e kishte shtëpinë në atë kafe. Këtu jemi ditën që është pagëzuar motra. E vogla jo e mesit. Këtu në Tiranë apo në Tiranë? Në Tiranë. Në 80-ën kemi ardhur në Tiranë. Këtu jemi për 70 vjetorin e mamit, edhe unë i gjeta një moment vetëm të 2, edhe i tash babi dalim një të 3, mos na shojnë motra, dalim ta kemi të 3. Po, jo të thot që ka pardisur një qikë. Dhe vazhdojmë dhe me fotot e tjera nëse kemi akoma, foto shumë të bukura. Edhe kjo, edhe këtu. Ja, babin po del babin. Do t'i bojt qefi shumë, po. Foto të bukura, mirë, kujtimet bukura, me siguri keni dhe shumë të tjera, pa tjetër e besoj foto, po këto ishin disa nga momentet e përsirura. Kemi bërë jetë shumë të gjallë, shumë të gëzuar, jo vetëm në lëvizje që kemi, kur ishim në kona të kohë, shkonin çdo vit në plazh, e kishim kështu. Edhe në Korçë, sepse im shoqja kishte maman në Korçë. Po, dhe kemi qenë në lëvizje, në fakt kemi qenë familje gazmore. Familje gazmore dhe mblidheshin të gjithë.
vëllezër dhe një motër që kishte një shoqë. Çdo natë të vitit të ri e bënim atje. Dhe nuk thoshte njeri sa ngusht jemi, po e gjenin vendin të tërë dhe kënaqeshin. Vlonte kënga, nuk shikoi çfarë haj, po ishim të gjithë bashkë, me një për me mbesa me të gjithë. Kemi shkuar shumë mirë dhe vjera ime ka qenë një zonjë grua. Ndërkohë që tani, mami e thot këtë sepse tani qëllon që viti ri festohet edhe janë vetëm të dy edhe... Kështu që kohët ndryshojnë, e mi rritur, kemi kryuar familje tona edhe... Por i themi gjithmonë, të jeni mirë me shëndet dhe të keni njëri tjetrin vetëm një gjë, datën një në Drekë, duan, s'duan, vim të gjithë, se buri im ka emrin Shën Vasil. E pas kemi dhe ditë feste, mirë bukur. Momenti kur të bërë nën për herë të parë, pa tjetër për të ka qenë moment i jashtëzakonshëm. Ne kemi pasur mundësin si për askën tjetër në fakt edhe për herë të parë ka ndodhur që është gjëruar një lindje në kohë reale dhe që ka ardhur në ekranet e televizioneve shqiptare, që ka ndodhur në vitin 2008 me Doreadën. E kemi gjëruar, ka qenë lindja e parë televizive në Shqipëri që është realizuar dhe ka qenë me Doreadën, kam qenë unë në programin Të kam zemër, kur ne e realizonim atër dhe që Doreada na e mundësoj atë moment, sepse ka qenë kujtim shumë i bukur. Dhe unë dua që ne ta sjellim atë edhe njerë si kujtim, si një moment shumë të bukur për ty, që e ke po dhe për ne që i rikthemi sa herë që kujtojmë me Doreadën në program. Le ta kujtojmë lindjen e Eneas, apo jo? Enea. E shojmë. Dita jemi këtu në Spitalin Obstetrik Ginekologjik Nëna Geraldin në Tiranë dhe kemi ardhur për të asistuar gjatë një lindjeje, gjatë një lindje me operacion, cezarian. Mjeku që po kryen operacionin sigurisht njeh edhe pse ka vënë garzën edhe kapelen, duket që është Alim Kosova, ginekologu i njohur i famshëm, me cilin përgjithësi të gjitha gratë duan të lindin. Kënaqësi që jemi bashkë duke jetuar këtë eksperiencë. Si ndjehesh Ada? Nuk e shpjegoj dot. Kjo kuqja është knisha e fatit, ë? Isha shumë kopa e parë, që atërë se kemi sjellë copza, po jo kështu të plot. Asun se kam parë të plot. Sa e bukur, është ka kujtimi. Ato tek dy fjalë për Enea. Ja tani, vetëm nga që jam natyrë shumë emocionale. Rudina, unë këtë video e shoh çdo datë 3 mars. Dhe mbase them të ka sjell Zoti të më mbash dorën kur isha duke lindur dhe të më bësh këtë dhuratë kaq të çmuar, që e ka djali. Dhe sot, duke u gdhjer sot, mendova që përsëri të solli Zoti të më bësh përsëri këtë dhuratë, të jemi të dyja me mamin. Mua më mallin gjithë jashtë mase. Edhe unë më emocionova tani me këtë që pash, po edhe po kënaqem shumë me ju të dyja. Një gjë, Enea ishte një fëmijë shumë, do të thënë, edhe i vockël, një rrumbullak, me një gojë të me fjalë, shumë i dashur. Dhe për mua, unë kam dhe nip
edhe 2 mbesa. Por për mua ishte ilaçi i tashës. Qa mrekullie. E them të hapur kudo. Është një fëmijë që të vjen dhe të përqafon, edhe tani. Vjen tek neve, më përqafon mua, përqafon gjyshin. Është aq i mirë sa ta fal Perëndia. Nuk gjen fëmijë kaq të dashur në këtë kohë. Enea tani është 17 vjet. Është shumë i mirë. Edhe djali gjati, pashë. Po të gjitha shuniprit dhe mbesat ashu janë. Janë të gjithë. Edhe ata të drejta tani, e kam fjalën momenti për të fjalën për Enea. Momenti saj është koha e saj tani, është koha e vet tani. E tash edhe për Tesin, Tesi është një vajzë e bukur, ta shikosh, Marko, Mara, të gjithë janë patjetër, po Enea tani e kemi të veçantë sepse edhe ne kemi xhiruar. Do li urë të jatë të më ardi goja. Enea sot ka një mesazh të bukur për ju të dy. Ne ta ndjekim. Përshëndetje publiku, mirë se të gjitha Rudina, më bëhet qefi që rishihemi pas 17 vitesh, që kur isha 3.5 kg dhe 50 cm. Mami dhe nëna ju uroj shumë suksese në podcastin tuaj dhe po pres ftesën nga ju. Ju dua shumë. Ky ishte mesazhi. Që ju emocionuat edhe ju gjatë kohës që e pat, çfarë të thonin këto momente? Nuk isha përgatitur për gjithë këto emocione, po emocionet bukura, gjithmonë edhe faleminderit që na dhuron. Për mua është një lumturi e madhe për këtë emision që ardha. Kurse atë beben e vogël që sapo e pam para pak dhe tani Enea 17 vjeçare, çfarë emocioni.